E pra të nderuar miq, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin, këtë herë me një lajm të kopshëm nga moderatorja e njohur dhe ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania 4, Valbona Mhilli. Ish banorja e Big Brother VIP Albania 4, Valbona Mhilli, ka ndarë sot me ndjekësit një lajm të trisht. Përmes një postimi në Instagram, moderatorja ka bërë me dije se ka humbur një ndër njerëzit më të shtrenjtë në jetën e saj, gjyshen e saj. Valbona publikoi një fotografi prekse ku gjyshja shfaqet e shtrirë në krevat, ndërsa pranë saj qëndron bashkëshorti. Me fjalë plot mall e dhimbje ajo shprehet se gjyshërit e saj ishin dëshmia që dashuria e vërtet ekziston dhe nuk shuhet kurrë. Nuk kam besuar te dashuria, thot Valbona, por ju të dy, gjyshi e ti Nana, ishit shembulli im që dashuria e vërtet ekziston dhe nuk vdes kurrë. Sot zemra na u thye sërish. Gjyshi mbet vetëm, i pikëlluar dhe me shpirt të lodhur sepse ti ishe jeta e tij, drita e çdo dite, shkruan ajo. Moderatorja rëfen se humbja e gjyshes është goditje e dytë për zemrën e saj, por i vetmi ngushëllim është mendimi se ajo tani është ribashkuar me babain e saj. Nana u theva prap, tani ike edhe ti, por ngushëllimi i vetëm është që ti sot je bashk me babin, aty ku nuk ka më dhimbje, ka vetëm paqe. Ne mbetëm këtu me lot, mall e kujtime që nuk shuhen kurrë. Dashuria juaj do të jetojë gjithmonë në zemrat tona. Përmes fjalëve të saj, Valbona përcolli një mesazh të fortë dashurie, humbje dhe mirënjohje për njerëzit me të cilët u rit edhe u frymëzua.